Fshati Risili në Bashkinë Vlorë ndodhet prej 3 ditësh pa energji elektrike, duke shkaktuar vështirësi banorëve të zonës. Ata shprehen se sa herë përkujsohet moti, fshati mbetet në errësirë për shkak të rrjetit elektrik të amortizuar dhe mungesës së investimeve ndër vite. Demokracia që kthyer komunizmi deri më sot Risilia s'ka drejtë asnjëherë. Këtu linjat janë cop-cop, ata i kanë lidhur linjat me ca telat. Një të fytur një herë bën që bie pak shi. Praf, u prem drita në Risili, me generatora, si jetë. Pa energji, pa gjëvla, po na përmblojnë pajisjet elektrike, po ndezëm zjarë me kalëmba. Tek fshati Risilisë bovon për korendi. Këtu bje një ves shi, dritat në na fiken. Ne kemi shumë problem. Tash mungesa ka, sepse linja e përgjithshme janë telat e Enverojës, nuk janë telat e Demokracisë. Festim, kush do i festoj? Pavarësisht ankesave të vazhdueshme, nuk ka pasur asnjë reagim nga USHE. Për të përballuar mungesën e energjisë, banorët janë detyruar të përdorin gjenerator, duke kushtuar kosto shtesë për ta. Ata i bën thirrje institucioneve për ndërhyrje të menjëhershme. Si jemi ankuar, i marrim, i bëjmë ka defekt aty, ka defekt. Faturat na vinë 900 ca mijë lekë, i ke di, ore shikoj mirë themi aty elektricist, i ke djegur. Po gjyshe i kam djegur, s'kam drita, gjyshe i kam djegur. Nes na dëgjon njëri, as njësë se vëdorë në zjarë. Ju lutemi vini dorë të elektriku. Fshati Risili ndodhet shumë afër me qytetin e Vlorës. Sipas banorëve, prej vitesh ka patur shkëputje të energjisë elektrike, ndërsa 3 ditët e fundit është shkëputur totalisht.